Ja të rikthehemi edhe një herë së bashku. Është momenti tani për të zbuluar emrin e atij ose asaj që largohet sonte. Shkojmë në shtëpi. Atëre, yje jam sërish me ju, do doja në këto momente të gjithë pjesëtarët e televotimit të çoheshin me kurriz nga video walli, sepse është momenti për të zbuluar emrin e atij o asaj që largohet sonte nga shtëpia. Pjesë e televotimit vetëm një vajzë, Juela, dhe në televotim kanë qenë Miri, Arditi, Rogerti, Mateo dhe Artani. Dua të di që televotimi është mbyllur prej kohësh, po dua të di nga disa prej jush kë do donit ju që të linte shtëpin. Nikol, kë do doje ti të linte shtëpin sonte? Te Rogerti dhe te Juela jam, sepse janë dy personat e parë që... Po, i kam dy unë. Jo, po unë ti kam dy, qa të bëj tani? Po ja ti atyre me që se hodhe i pari. Pa tjetër. Mali ti? Rogertin. Stenaldo? Unë jam gjithmonë gjithë përveç Arditis, po do them Rogerti. Respekte. Egi? Respekte. Egi? Rogerti, Ledi. Po, Greta? Juela. Më fal? Juela. Shëndrit? Artani. Gimbo? Okej. Edisa? Edisa? Do të di Rogerti Edisa. Edisa Arditin se gërhet shumë. Po. Mbaj kështu rripin E kam zarfin në duar. Publiku ka vendosur që mes Artanit, Mateos, Rogertit, Juelës, Arditit dhe Mirit, banori që duhet të lërë sonte përfundimisht shtëpin, është Arditi. Ardit po vjen keq. Burime pjesës tjetër. Jepi ato biletën ta. Oj, duhet fitosh, okej? Duhet fitosh. Ti që preti pesë shokë. Gjithashtu do. Na parë dhe të fort. Gjithashtu do. Respekt. Hajde, lali. Sa keq më vjen. Sa keq më vjen për së Fala shokëve tash kur dalish atje. Bëj fal. Bëj të fala shokëve. Bëj të fala shokëve kur dalish atje. Hajde ti që na ke ardhur si kam. Me që ishte best friend. Ti që na ke ardhur si kam stel. It's okay. Bravo, bravo. Shijoj, e bukur. Get. Sukses. E shumë përsi. Ishte gjithashtu të nësi e një. Ja shumë. Shijoj. Do takohem jashtë. Yes. O frate! Sukses. Gjithashtu. E kam shio break. Suksese. Gjithashtu. Po e gi. Gjithashtu. Suksese. Gimba! Jeni t'jashtë zakonshëm që të gjithë, kam qenë në shumë fat që ju kam njohur, po e fitos të Naldo. Hajtë mosa! Na korrigjoj nga jashtë, më na le pa korrigjim. Po. Hey, jeni shumë të mirë, që të gjithë. Ardit të pres në studio. Jo. Ciao. Biletën e falet nuk e dhurojmë dot, Më fal? Biletën e falet nuk e dhurojmë dot, apo? Jo, është e pamundur Stenaldo. Ruje për veten o Stenaldo. E di që ti Do e kisha bërë me gjithë zemrën sikur Shpëtove Teo. Stenaldo. E di. Ta shpëtoj o Stenaldo. Por rujte malin. Hajde Stenaldo, se e ka rallën mali ose ti tani, hajde. Stenaldo, ky është momenti që ti kthehesh Rogertit si Rogert. Hajde Nuk Stenaldo. mundem, nuk më vjen. E di.
Po më vjen të ndaj një moment nga dhoma e rrëfimit për herës kaluar, apo besoj tani na lejohet. Vllai i madh më thotë që jo. A kuptova. Ne dim çka ke pasur atë fajte. Miri, ndërkohë të pash entuziast për rezultatin e televotimit. Po, isha shumë entuziast për atë pjesë, sepse e para e punës është situata me Arditin që doli besprem, po që nga fillimi, kur ka hyrë në këtë shtëpi, deri sa ishim sot, vazhdonte akoma gjithë kohës që më hidhte kunja, edhe donte të hapte situatë me mua që s'ja dha shkur, dhe kisha hallin e Tanit, sepse gjithë shtëpia thot kush rri me Mirin del për jashtë. E shef Tan që nuk është ashtu, kur ti di të luash vet, kur ti di të luash vet, e bën lojën tënde, nuk është ajo që ka thënë gjithmonë shtëpia që kush rri me Mirin del për jashtë. Edhe ai që rri me ty se je më mirë, më lart se si luaj. Ta kam thënë, ai që ka qenë gjithmonë këtu brenda. Unë kam bërë mendimin e di Ledion ka një gjë interesante me rastin e Arditit. Përveç Artan, një sekond. Përveç personit që shprehu këtu brenda, djalë me vlera shumë, profesionist i mirë, edhe kur vinte puna te ana profesionale që tregonte me radhë. Edhe çika gërsi. Edhe të tëra gjitha, diferenca më e madhe ishte që një person për ndjekjet fizike i që cili po për tregatën ja doli të diferenconte komplet Mirin, ndryshe nga gjithë të tjerët që e kanë njohur këtu brenda dhe s'kan patur dot kurajo, ti vjen përballë. Pati gjithë forcën e nevojshme për të përballur me Mirin. Si një person që pret nga secili këtu brenda ta çojë Mirin në finale, hopa biles nga. Me qofte e birra nga mjesi deri ndarkë dhe ta kemi Mirin kampion. Mundësisht të japim dhe Champions League në vitin tjetër. Fernando, se mendon ti se Arditi u zgjodh nga publiku për të qenë jashtë? Hajde. Se ti di gjitha dhe bindjen e publikut. Është nominim i fortë, i vështirë. Mos harrojmë që Arditi ka një diferencë të madhe me karakterin, me personat e tjerë të po patjetër, unë mbështes që kam për zemër. Kam bindjen e publikut. O Lafazan, po bon më. Po leni më të flasim. O Lafazanër. Çat kam bo. Leni më Lafazanër. Po e majte 5 ditë rresh vetëm me bë sherrë me mumur burrë. Edhe një herë tjetër. 5 ditë rresh. Ama se s'dole këtë herë do dalësh herë tjetër, do dalësh marrë. Po shkeja për se herë tjetër. Që ti cakton njerëz që diferenca në kohë. Ti tashin për mua je një banor as tjetër, as gjë tjetër. Dhe shqyr Zoti që ke Miri dhe Mateve kanë kushtuar nominimin, nuk kemi as komentator, po Artani dhe Juela ka tash je në lojë në shtëpi. Artani ka tjetër ka ardhur për xhamë shpejt Arditi dhe vjedhimisht favorizoheshin. Pra po thua vetëm është koha, periudha e qëndrimit brenda shtëpisë që mund të favorizojë njërin. Edhe fakti që Arditi nuk ishte ai hipokriti tipik që i bën të gjitha çorp, edhe çorp që të vendoset që u kthye në majat e hierarkisë Big Brother. Kështu që kjo po një diferencë. Kjo është ju lë me njëri tjetrin, mbyllim lidhjen me shtëpinë. Më thon nga regjia që e kemi në studio, zonja dhe zotrinj, me një duar trokitë të fortë, mirëpriteni Ardit Murataj.